Raporti i Mirit me bashkëshorten e tij ka qenë në qendër të vëmendjes gjatë ditëve të fundit për shkak të dinamikave që ai po krijon brenda shtëpisë së famshme. Sjellja e tij, afrimiteti me Selinën dhe mënyra se si sillet në lojë kanë ngritur dyshime si te banorët, ashtu edhe te publiku jashtë, të cilët janë të bindur se mes dyshes mund të ketë diçka më shumë se thjesht miqësi. Megjithatë, si Miri ashtu dhe Selin kanë mohuar vazhdimisht se mes tyre ka ndjenja romantike. Por gjatë një bisede me Artanin, Miri ka vendosur të flasë më hapur për jetën e tij personale, duke zbuluar detaje nga komunikimi që ka pasur me bashkëshorten para se të hynte në reality show. Ai ka treguar se shoqja e tij është gjermane dhe se përpara se të merrte vendimin për të bërë pjesë të spektaklit, ka pasur një diskutim të sinqert me të, duke bërë disa pyetje të rëndësishme dhe duke kërkuar mirëkuptimin e saj për këtë hap. Nuk po ta them ty. Tani unë kam bërë një pyetësor dhe te pyetja 2 nuk shkova në fund se nuk kisha nevojë. I thash unë do të hyj atje, por ta kesh parasysh se çfarë mund të ndodhi atje. Je dakord, i thash? E di ç'më tha? Më plasti. Tani do të hyj, thash unë, deklaroi ai duke sqaruar një herë mirë publikun e gjerë.